E takohemi prap për podcastin ton, javës kaluar me super sukses. Kanë marrë njerëz telefon, kanë thënë, "Ore, po ku i gjete?" më thonë. Këtu aty kanë qenë gjithmonë, thash, "Po jo, po se ne nuk flasim." Çon të lagjes. Kanë Instagram apo TikTok. Po jeni undercover juve, nuk ka. Ja, më ja. Tani, ora më mirë që ju njoh vetëm unë. Tani, ideja është këtu. Sot do flasim për robotik AI, emër i madh, kështu. Para se të flasim për robotik AI, du thjesht jap pak kontekst njerëzve që na ngjojnë, që nëse po flasim një herë, nëse po flasim me Admir, sa Admir deri diku merr vesh, mos themi se merr vesh fare, po flasim me Hector Malon, që ka mbi 15 vjeta, më shumë eksperiencë në automatizime, nga smart homes, smart buildings, automatizime industriale, ke punu me AI në Amerikë, më thënë, ke qenë dëshmitar i gjithë ndryshimeve të mëdha, ke network shumë të madh brenda dhe jashtë vendit, kështu që je një person që je gjithmonë aty. Flasim me Neritan Milashin, që është një ndër programuesit i ri, po më të vjetër në Shqipëri, që ka punuar me sisteme shumë kritike për sigurinë e vendit tonë, po që s'do i themi, do i marrim sekret. Pse nuk di Basic apo Pascal? Pascal. Shqyqe, punu e para më e vjetra gjë që kam punu me atë Unix. Assembler. Assembler akoma vazhdon punojnë njerëzit. Ne kam ndërtuar modelet e cache-it në Assembler, ndërtojmë cache, ka qenë një punët e mia më të vjetra. Tani ideja është për fjerë ky robotizimi, fam këtë taksinë e Teslës që e inauguroi, shohim njerëz në Instagram që flenë gjuhë makina ecën vetë, shohim fabrika me zero punonjës, shohim shtëpi që s'ka nevojë për njerëz mrena, domethënë si që është realitet. Shohim edhe një botë që po ngrohet vazhdimisht. Për njerëzit bëhen. Po, jo. Shohim edhe një botë që po ngrohet vazhdimisht. Çe po thonë ti? Jo, shtëpiat bëhen për njerëzit mre. Nuk ka shtëpi pa njerëz mre. Ka se di kanë lënë me Airbnb. Po, jo, me vërtet kjo ngrohje globale është shumë problem, po do e mas javë do flasim. Faleminderit që e hapës. Pa problem. Si argument. Fillojmë flasim për këtë punë. Flasësh ti Hector i parë me që vjen nga kjo fushë. Po, duke qenë që unë kam punuar duke filluar nga pjesa e industrisë, sepse pjesa e robotizimit dhe pjesa e automatizimit në vetvete ka ardhur nga industria. Pra ka ardhur duke filluar që nga vitet 1960 u bë një revolucion në Japoni, po normalisht edhe në Amerikë edhe në vende tjera, po sidomos në Japoni te pjesa e automatizimeve. Domethënë në kuptimin të automatizimeve që neve njohim tani, sepse po të shkojmë te pjesa e automatizimeve në mas, ajo ka filluar që me revolucionin në Angli, që pastaj vazhdoi në Amerikë, që u fut Fordi, që u bë nami me Fordin sepse automatizoi gjithë linjën e procesit të automatizuar. Kështu që po flasim për këto vitet e fundit ose 60 vjetët e fundit, që ka ndodhur ky fenomen. Dhe fenomeni ka filluar normalisht në industri, sepse industria është pjesa më e rëndësishme e çdo lloji ekonomie të botës. Pra, si Japonia që filloi u zhvillua në vitet 60, si Gjermania, Amerika dhe tashmë së fundmi dhe Kina që po synon pjesën e automatizimeve, pjesën e proceseve që ti bëj sa më automatike, të gjitha. Pra, kjo ka kohë që ka filluar. Më kupton? Dhe duke qenë që ka kohë, është edhe e stabilizuar, sepse te pjesa e industrisë nuk është vetëm thjesht pjesa e logjikës ose e inteligjencës, është edhe pjesa që lidhet me hardware. Pra, me motorrat, me kompresorat, me sensorët, me presat, me janë gjëra që janë. Kjo është pjesa më e vështirë. Që është pjesa më e vështirë se si ta kontrollosh mekanikën. Më kupton? Sepse pjesa mekanike, ne bëjmë ndonjëherë jokes me shokët e mi që kam,
që edhe është e shikon, e bën edhe Google, në qoftë se ne si inxhiniera nga 60 vjet përpara deri tani kemi arritur 100 milion herë ose 100.000 herë që ka avancuar gjithë kjo teknologji nga inxhinierat elektrik ose elektronik që mund të quash, pjesa e inxhinierave mekanik nuk ka avancuar shumë. Se po të shikosh, pjesa e mekanikës është po e njëjta, më kupton, pak më e avancuar me materialet, aliazhet e ndryshme që përdoren, pa ajo është më shumë pjesë fizike dhe pjesë kimike, më kupton, e gjëra. Gjithsesi, që të mos dalim nga tema e kësaj gjëje. Ky lloj evolucioni, ky lloj automatizimi i gjërave ka bërë që ne të arrijmë ku jemi këtu. Më kupton? Dhe ka filluar që për shembull edhe mikroprocesorët, sepse prodhimi i mikroprocesorëve, sepse unë jam marr pak me atë fushë të prodhimi i mikroprocesorëve, pjesa e litografisë që dizenjon çipet gjitha. Unë e kam parë në para 20 vjetësh, 30 vjetësh, domethënë pjesa e litografisë, sepse ti u varje nga makina që e prodhonte çipin. Edhe sot e kësaj dite ashtu varet. Pra, sa më automatizuar tjetë ajo makineri, sa më shumë qipe që ajo të prodhoj, dhe neve të gjithë të tjerët kemi mundësi që kemi kompjutera më të lirë, kompjutera më të shpejt, kompjutera që punojnë, domethënë GPUs, CPUs, të gjitha këto, domethënë kanë ardhur nga avancimet e automatizimeve industriale. Okay. Kjo është si prezantim, pak a shumë. Ja të shohin sa kanë. Jo, unë do theksoja që është një nga fushat që ka po një evolucion goxha të madh dhe, si më thënë, njerëzit e shohin pak, si më thënë, se flitet pak me fjalë, nuk flitet shumë, por gjithë njerëzit e prekin sot me fjalë. Ne kemi automatizime fushën bankare, kemi shumë procese që njerëzit kanë nevojë më të shkojnë në bankë, po avash do humbin kontaktin me absolutisht po. Me sporteliste, me kasierën e bankës, me thënë, kemi një largëtaren, me fjalë. Kemi onboarding e klientëve në bankë, po sot të gjithë bankat synojnë të bëjnë një automatizim procesesh. Po, absolutisht, pse janë goxha procese për të automatizuar. Një nga gjërat që zgjedhja personeleve, për shembull, human resources, si më thënë, sot nuk lexon më njëri CV, kanë makina. E qartë, ajo është te pjesa më fal që të ndërpres, te pjesa e bankave më shumë, pjesa e automatizimeve në pjesën e software proceseve është higher level. Një sektor ku ka shku automatizimi në... Po, automatizimi i bankave, që ka bërë banka, që ka bërë gjën më të papame fare, bankat, ka qenë vetëm një, por që ka qenë para 20-30 vjetësh. Atë mëja, që të rrish lekët, ajo është makineri industriale. Por mos flasim. S'ka lidhje fare me asnjë gjë tjetër. Pasojat sjellin këtu që nevoja financiare me prodhu atë mën. Si më thënë që zorri nga loja. Imagjinoje sa veta kanë ikur nga ajo atë. Por Covidi solli automatizimet e tjera. Normal, automatizimet e një mënyrë e komunikimeve gjitha komplet. Një gjatë kohës shpikjes automatit për të rishjen e parave dhe tjetra është për shembull kjo robotic process automation, se kjo është çështja që ne do flasim. Robotic process automation është një field që ka qenë edhe më përpara. Tani më shumë RPA është më shumë në pjesa e softwareimeve, pra menaxhimeve të serviseve, orkestrimin e serviseve. Tani është agentic AI, që pak a shumë është si puna e robotic process automation. Është shumë konfuze kjo lloj gjë, sepse edhe vetë ato që i kanë bërë i ngatrojnë. Ndalojmë çik këtu tek diferenca. Diferenca, okay. Agentic AI dhe robotic AI? Robotic AI u formulizua për të automatizuar procesin që bëj unë te laptopi im. Pra, robotic process automation në software version gjithmonë, jo për robotët që thash, u dizenjua nga disa kompani, po tani janë bërë një 10-15 kompani që janë lidera në këtë fushë,
për të automatizuar një funksionalitet që ti e bën gjatë gjithë kohës në mënyrë repetitive, në mënyrë gjatë gjithë kohës që e bën një operator njerëzor, si një operator njerëzor që hedh dhëna, për shembull me një dhënë nga një Excel e hedh në një vend. Atë që bëra atë podcastin javës kalume që the, punsojmë kompjutera. Po. Ato operatorët. Edhe ato operatorët që ashtu. Kështu që është, do të thënë është jashtë. Është jashtë. Pra, jashtë ordinatorit, jashtë mashinës. Bravo. Robotic Process Automation u bë që unë si person ta përdorja atë si teknologjitë që të më thjeshtonte punën time rutinë. Kaq. Ku ne në Shqipëri jemi mrapa te kjo pjesë. Po agenti ka shumë shtete që janë mrapa, nuk është se jemi vetëm ne. Tani kekët që ne jemi mrapa. Shumë jemi mrapa. Ideja është çfarë duhet bëjmë që kush janë fushat që ne do presim që të vazhdojnë tjerët. Jo, ne duhet të ecim përpara, do të shohim fushat ku mund të ecim dhe absolutisht. Nuk është problemi nga. Po agenti AI. Pastaj agentic AI duke qenë që u zhvilluan këto large language models, sepse unë kështu quaj. Janë modele gjuhësore, didaktike, më saktë, sepse tani që është bërë bumi është thjesht language modeling, statistical modeling në varësi të dhënave që i futet si domthon garbage in edhe garbage out, po garbage out tani është më e kuptueshme, më fine, më e kuptueshme për gjithë neve. Ma njerë po është më e bukur. Po është më e bukur, po kupton se sa të nxjerrë me 100 bita ajo. Kështu që kjo është brenda mashinës. Kjo pak a shumë tani çfarë janë duke bërë, duke qenë që këto janë language models, tani janë duke u munduar që këto language models të integrojnë me punën tonë që bëjmë gjatë gjithë kohës kompjuter, këto repetitive test. Po, dhe këtu është e ndërthurje. Edhe këtu është e ndërthurje që RPA është ajo që filloi si initial dhe agentic AI që është duke dhe e rëndësishme tani në këtë pjesë është duke pas sjelljen e personave që përdorin robotik process automation, ti pjesën e që dikur bëni njerëzit sot ta bëj makina nëpërmjet inteligjencës. Duke përfshirë dhe inteligjencën artificiale. Duke përdor si për shembull një pajisje. RPA lavatriçja për shembull, kur është konsumi më i ulët i energjisë, kur duhet bërë, si duhet duke marrë gjithë informat dhe edhe tani këtë pjesë hyn ajo këtu modele mbas sjelljes. Ajo po ndërthuret për arsye sepse RPA lindi që Hektori bën një proces manual. Bën, klikon këtu, shtyp këtu, bën këtë dhe bën këtë. Edhe është një farë logjike, rrjedhse. Kurse tani me agentic AI është duke bërë që Hektori me vërtet mund ta bëj këtë manualisht, po mund bëj edhe një veprim tjetër që nuk është i kësaj manuales, po që ky language large model ta mendoj që mund ta bëj këtë lloj procesi edhe më mirë se ç'e bëri Hektori manualisht. Ose t'ia japi edhe ta nisi një proces të caktuar. Ose kur ta nisi një proces të caktuar. Pra, rëndësishme ishte kjo është diferencë. Që sqaruam se shumë njerëz nuk e dinë këtë diferencë edhe na nga. Edhe është gjë bazike që duhet të kthyehet. Siç thamë edhe pjesës kalume njerëzit këtu binte bazat, kështu që duhet që bazat i dinë të mirë. Po shumë e rëndësishme kjo puna do ketë çuditëra domethënë me këtë punën e robotikë. Për ne është e rëndësishme në fushën e turizmit. Pra dil. Jo, një nga pikat që Shqipëria synon zhvillohet është fusha. Se njerëz nuk ka. Njerëz gjithmonë më pak kemi. Po nuk ka. Si më than booking confirmation, hyrja në hap air kondicionum, myll air kondicionum, hyrja në drope shirë, aty ku do akomodohet, payment, gjithë këto gjëra mund ndodhen. Po, këto duhet patjetër që të automatizohen dhe duke qenë që un jam i dhe i kësaj fushe, domethënë te pjesa e residential automation edhe është edhe commercial vetëm mënyrë që të rrisim eficiencën në sektorin e turizmit. E sektorit të turizmit për arsye sepse juve, domethënë të gjithë themi okay, turizmi, por turizmi kërkon një suport të papar nga mbrapa. Pra neve turizmin e rrisim dhe duhet të prodhojmë më shumë energji për të arritur ato lloj turizmi, sepse çdo lloj aktiviteti ekstra ekonomik që ti prodhon, duhet të krijojë një energji më të madhe, duhet të suportoj. Dhe imagjinoj që shumë hoteleri këtu
do me thënë të cilat për shumë nuk janë të Sa mbarosh të automatizuar, jap një fushë që tjetër. nuk janë të automatizuar, harxojnë pafund